Albin Kurti vazhdimisht ka tregu vullnet pashtershëm për ta kritikuar Amerikën dhe Hashim Thoqin. Derisa kur kritikon Amerikanët, vjen më i sofistikum, sigurisht ai shpjegimi se si shqiptarët nuk e duan Amerikën. Nuk mendoj që shqiptarët i dojnë Amerikanët, as Amerikën. Për Hashim Thoqin gjithmonë ka qenë ma vandal fjalore në sjellje. Po e kam gjetur një video ku Albin Kurti, me gjaz duke besu se këto fjali nuk po regjistron kush, kritikonte edhe Amerikën, edhe Hashim Thoqin në një fjali, po me një dredhi dhe poshtërsi krejt origjinale. Këtën kohën na kanë thonë neve se qysh Amerika është me Thoqin. A na kanë thonë? Ku është Thoqi sa? Edhe kush e mua? Ku është Thoqi sa? Amerika thëshin është me Thoqin, a pse ku e qumë? Po. E shtrydhën si limon. Ky deklarimi i Albin Kurtit është edhe i pavërtet, po edhe shumë i poshtër. Ama përtej kësaj është edhe antishtetror e antikombëtar. Gjykata speciale në Hag, si ide fillestare, është kriju si përgjigje kundrejt akuzave të rënda, trusisë e të Serbisë, se KCK-ja pas ka kryer krime kundër njerëzimit në përgjithësi e specifikisht është marrë me trafikim të organeve njerëzore. Për të shlyer këto akuza dhe për të dëshmuar se ato nuk qëndrojnë, e se Kosova si friksohet një gjykimi që shpalos vërtetën e këtyre shpifjeve, Kosova pranoi ta themeloj gjykatën speciale, vetëdijshëm absolutisht se ato akuza po bëheshin për udhëhecit e UÇK-s. Madje, siç e thotë rrokshëm intelektuali Vlerim Shala, Hashim Thoqi ju pa thënë këtyre kolegëve nëse dikush burgoset në ne, edhe Kadri Gashiri. pra, akuzat i bëri Rusia e Serbia. Svaka čast Diku Martiju, ali nije ovo plod rada Dika Martija, nego je to plod rada Srpskog tužilaštva za ratne zločine. Predali smo im, dakle, kompletnu komandnu strukturu terorističkog OVK, dokumentaciju koja ide uz to. Gjykatën e themeloi Kosova, për të dëshmu se ato akuza janë rrena në vazhdën e rrenave që Serbia prodhon e riprodhon vazhdimisht, si tentim për të zhbërë ato që mundsoi UÇK-ja, bashkë me Amerikën, çlirimin e Kosovës dhe pavarësinë. George Washington Acosta. Por shpjegimi i Albin Kurtit sugjeron të ikim kësaj të vërtetë të dokumentuar dhe të besojmë se ishte Amerika ideatorja speciales për eliminimin politik të Hashim Thoqit. Ky shpjegim i këtij armiku të vërtetës, i këtij intrigoshi, që në publik luante rolin e patriotit kujdestar, këse duke kundërshtuar specialen në takime private me popull, me një dredhi krejt gjallëzore dhe dinakrit matur mirë, sakrificën njerëzore për ta dëshmu pasërtinë e luftës kundrejt akuzave serbe, është rëmbron krejtësisht. Dhe jo drejt për drejt, por me nënkuptim e me dhëlpëri, ai e largon Serbinë nga ekuacioni, e zhduk rolin e Serbisë, me akuzat e shpifjet që i financonte gjithandej botës dhe e mbjell Amerikën si faktorin që qytetari tash duhet ta pozicionoj si arsye qendrore për gjykatën speciale, e krejt kjo që nga pas bë për ta eliminu politikisht Hashim Thoqin. A nuk do të duhej Kurti t'i tregonte popullit për padrejtësitë e speciales, provat e Serbisë aty, influencat politike, rrezikun që ekziston nga një dënim i padrejt eventual, kursin e rrezikshëm që do ta ndërmerrte vetë fati i shtetit nëse lëndohen e përlyen themelet e çlirimit të pavarësisë. A nuk do të duhej kë të ishte duke i tregu popullit se çfarë po bën ajo qeveria e tij kundrejt kësaj gjykate që vetëm thoshte se u bë me padrejtësi, është e padrejtë. Po, ky është Albin Kurti, njeriu që në sallonet e paguara në Londër flet për bashkëpunimin e Platonit e Aristotelit në qeverisjen e tij. E para qytetarëve, i bindur se ata janë analfabet siç i ka përshkruar diku në një pamflet, si një lorë zgoj lig, injekton hel për Amerikën e për Thoqin, derisa lehtë e pa u diktu e pastron Serbinë nga skena për të bërë ato që është ushtruar ta bëjë: sulmin e pandalshëm ndaj vërtetës, rehabilitimin e kujdesshëm të Serbisë dhe dëmtimin e vazhdueshëm të Kosovës.